Helvetas, through their economy program, supported KNAUF in the establishment of the regional training centers. We're very proud to see what's happening on the field. We're very happy with the results that we're seeing. So today we're in Kosovo. And what we're able to see here is how these young workers benefited from the training modules, but overall also how the company benefited. So the regional training center is hosting groups from all over the regions and hosting companies from all over the regions that collaborate with KNAUF, but also freelance workers, installers. They work with engineers, technical staff, also students from high schools and universities. Here we were able to see how partner group benefited and how did the quality of their work improve. Workers were sharing that they have fewer mistakes, better quality of end products, but also we could hear the satisfaction. And Helvetas is very proud to be part of this story, and we're looking forward to seeing even more companies from the region benefiting from such trainings related to energy efficiency. Kena vendosur shkojmë gjatë akademinë që kena posë atë ftesën, për një qupë punëtor, shkakoj avancime të reja, gjonave inovative që janë po dalin çdo ditë në teren risi. Më njoft me çdo risi material për sistemet KNAUF, materialet, ndryshimet, disa dilema që kena pas me qartësue, çdo përgjegjësi që sa më kom. Këto vizitat e punëtorëve në KNAUF na kanë ndihmuar shumë për të avancuar në sistemet tona që punojna që nga viti 2017, posaçërisht disa produkte të reja, dhe jemi shumë kënaqur me këto trajnime se na avancojnë si firmë për të ecur përpara. Ne si kompani gjatë vizitës në KNAUF kemi dërguar punëtorë të tjerë dhe kemi avancuar në disa produkte të reja, që neve si kompani na kanë ndihmuar shumë në tregun që lypet gjatë punimeve në Konishte, sidomos në hoteleri, qendra tregtare, në objekte afariste. Këto gjona, trajnimet janë shumë mira, që bëhen sa më shpesh nga firma KNAUF, sepse neve na ndihmojnë shumë. Pas trajnimeve na kena pote punëtorë që kanë një avancim, që ato gjona që janë shpjeguar atje, kanë pas një avancim, kanë ka pak ma do detaje që pak i kena na shkalu, i kena përmirësu ato që mos më ndodhë në gabim ose në diçka gjatë procesit punë. Kjo për firmën tonë janë shumë e mirë, trajnimet janë shumë mira, sepse neve na ndihmojnë shumë gjatë punimeve edhe gjatë ofertave që ne i bëjmë te objektet, sidomos objektet e mëdha. Pozita jem ka kene si punëtor, si ndihmës mjeshtri. Mas trajnimit kem parë abde, jem kon atje, na shpjegojshin si bëhet, atje ju m'afsu shumë. Jem dal direkt si mjesht. Unë si përmënoj tash, unë e bëj shembull për KNAUF, e përpunoj KNAUF-in e këto gjëra tjera, si gles shembull. Do trajnimit që kem parë atje si bëhen këto qinat dhe me këto si bëhen sa dohet distanca e këto gjëra tjera, këto e kena mësu që si bëhen ma mira. Pozita jam para trajnimit kom qenë ndihmës mjeshtri, e paka shumë i kena ditë se në që shkruajnë, po totalisht jo. Po ku shkum në trajnim e kemi ditë më paka shumë që shlidhet, bëhet lidhë gjatë KNAUF-it, po jo këtu mirë, po ku shkum atje, tani na tregu se që shlidhet e që bëhet përforcime që shkrejt, më të vërtet ka qenë shumë ndihmëse e mirë për neve. Në mos që u këthym në pjatjihet e kup mbas një javë 2, e kuptoj edhe shteti që mena kemë u trajnum, pa ka shumë avancum këtë rast, normal edhe rrugat në rriti edhe mësum ma shumë sene.